Vlerat kulturore greke janë prezantuar në qytetin e Gjirokastrës përmes një aktiviteti artistik të organizuar në sheshin Çerqiz Topulli. Dy shoqata kulturore nga Selaniku, Orostasi dhe Toseriani zhvilluan një performancë të veçantë në kuadër të një vizite turistike në qytetin e Gurt, duke tërhequr vëmendjen e publikut vendas dhe turistëve. Kryetaria e shoqatës kulturore të Dervicianit të Dervi, Kostan Doksera, u shpreh se ky aktivitet është fryt i bashkëpunimit mes palëve dhe synon afrimin e kulturave. Ajo theksoi se iniciativa të tilla shërbejnë për të forcuar lidhjet kulturore mes Shqipërisë dhe Greqisë, duke promovuar traditat dhe trashëgiminë shpirtërore të dy vendeve. Shoqata kulturore nga Greqia, nga Selaniku, kanë ardhur vizitë turistike në zonën e Gjirokastrës. Po me që janë të dhënë pas kulturës edhe pas kërcimit, ata deshën që të interpretojnë edhe diçka për publikun e Gjirokastrës. Në bashkëpunim me shoqatën kulturore të Dervicianit Dervi, organizojmë sot këtë event në sheshin Çerqiz Topulli për gjithë qytetin, për gjithë komunitetin e qytetit të Gjirokastrës. Kultura i bashkon njerëzit dhe në fakt aktivitetet e këtij lloji janë pikërisht për të afruar popujt që të njihet njëri me tjetrin, të njohim dhe të kuptojmë kulturën e fqinjit, por edhe ata kanë ardhur pikërisht për këtë që të njohin Gjirokastrën, të shohin bukuritë, kulturën. Gjatë mbrëmjes artistike, grupet Orostasi dhe Toseriani interpretuan valle tradicionale nga krahina të ndryshme të Greqisë, që u pritën me duar trokitje nga publiku. Ritmet folklorike dhe kostume tradicionale krijuan një atmosferë festive në zemër të qytetit. Përfaqësuesit e dy shoqatave u shprehen se janë shumë të impresionuar nga Gjirokastra, duke vlerësuar mikpritjen, kulturën dhe interesin e publikut për traditat popullore. Ata theksuan se vallet që sjellin janë pjesë e trashëgimisë së tyre kulturore dhe përfaqësojnë krahina të ndryshme të Greqisë, duke synuar të ndajnë me publikun bukurinë dhe energjinë e folklorit. Είναι η δεύτερη φορά που επισκέπτομαι την Αλβανία. Kjo është era e dytë që vizitoj Shqipërinë. Shoh një zhvillim të madh. Kam ardhur edhe disa vite më parë, konkretisht në Gjirokastër, dhe vërej një ndryshim të madh. Unë do të kërcej valle nga dy treva. Do të kërcej valle nga Maqedonia me veshjen që kam veshur dhe gjithashtu nga Thraqi me grupin tjetër. Ne jemi një shoqatë që quhet Orostasi. Ndodhemi në Selanik, në qendër të qytetit. Morëm një ftesë nga shoqata Dervi, e fshatit Dervician, dhe e konsideruan një nder të madh. Prandaj erdhëm për të njohur edhe Shqipërinë. Unë vi për herë të parë dhe mbeta i befasuar, por shoh që po zhvillohet me ritme shumë të shpejta. Kemi vizituar disa vende. Kemi qenë edhe në Sarandë, edhe pash një ndërtim të jashtëzakonshëm, që tregon se vendi po zhvillohet shumë. Madje më kujtoi pak edhe Greqinë, sidomos zona turistike. Nuk mund ta dallosh nëse je në Greqi apo në Shqipëri. Na pëlqeu edhe ushqimi dhe njerëzit na pritën me shumë ngrohtësi. Ne kemi ardhur me valle tradicionale nga zona e Thraqit, me kostume tradicionale për të kërcyer vallet e kësaj treve. Sipas tyre, aktivitetet të tilla ndikojnë pozitivisht në afrimin mes popujve, duke krijuar ura bashkëpunimi dhe mirëkuptimi përmes artit dhe traditës. Είναι πολύ σημαντικό. Është shumë e rëndësishme që fqinjet të jenë të bashkuar, ndryshojnë mendime përmes kulturës. Muzika dhe vallja janë ura që na lidhin. Ndaj këto takime janë të rëndësishme për të shkëmbyer përvoja zakone dhe tradita, si dhe për të jetuar momente të bukura. Kjo është një mënyrë për të forcuar miqësinë dhe lidhjet mes dy vendeve, sepse edhe në Greqi kemi shumë miq shqiptar. Turistët të pranishëm në aktivitet u shprehen të entuziazmuar nga performancat dhe atmosfera e krijuar, duke e cilësuar si një eksperiencë të veçantë gjatë qëndrimit të tyre në Gjirokastër. Na pëlqeu shumë kjo mbrëmje. Atmosfera ishte fantastike dhe plot energji. Është një eksperiencë që do ta mbajmë mend gjatë. Gjirokastra Është era e parë që shohim valle tradicionale kaq nga afër dhe na duket shumë interesante. Kultura këtu është vërtet e pasur. Na la një përshtypje gjallëria e aktivitetit dhe mikpritja e njerëzve. Kjo e bën vizitën tonë edhe më të bukur. Muzika dhe vallet krijuan një atmosferë të veçantë. Na pëlqen shumë si bashkohen kultura të ndryshme në një event të tillë. Aktiviteti u zhvillua në sheshin Çerqiz Topulli, duke i dhënë qytetit një atmosferë festive dhe plot gjallëri. Muzika, valle dhe prania e artistëve krijuan një mbrëmje të veçantë për qytetarët dhe vizitorët, të cilët u mblodhën për të ndjekur nga afër performancat. Ky event solli një tjetër ritëm në fundjavën e Gjirokastrës, duke e kthyer sheshin në një pikë takimi për kulturën,
argëtimin dhe shkëmbimin e traditave, ndërsa ndikojnë në gjallërimin e jetës sociale dhe turistike të qytetit.